Një mbrëmje e veçantë muzikore vjen në kuadër të stinës koncertore 2026 në Fakultetin e Muzikës, ku Orkestra e Harqeve e Universitetit të Arteve do të performojë sonte në sallën e madhe. Në ndërtimin e profesor Arben Llozit, koncerti sjell në skenë studentët më të spikatur, laureatin e konkursit Ymer Skënderi, por edhe një moment unik. Për herë të parë interpretojnë së bashku 3 muzikantë nga njëjta familje. Moritz Koçibelli dhe Mikaela Kunc në oboe, së bashku me Markelian Koçibellin në violin, ndajnë të njëjtën skenë, duke i dhënë koncertit një dimension të veçantë emocional. Det radhe po vinë me mamajnë e babajnë, edhe po bënë mua shumë qef se unë po los një duo për oboes, edhe këtë pjesë me dy oboes e kam gjithmonë shumë qef. Me orkestra është herë e pari, edhe po e kam emocion normal. Unë do të interpretosh sot me mamajnë nga Albinoni, opus nent, edhe numri nent, një pjesë për dy oboes edhe orkestra. Edhe Mikaela Kunc, oboiste e Orkestrës së Berlinit, ndalet tek rëndësia e këtij bashkëpunimi duke e cilësuar si një përvojë të rrallë që bashkon muzikën dhe lidhjet familjare. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Herën e fundit ka qenë në vitin 2008, kur kam ardhur me një orkestër dhome gjermane. Por tani është veçanërisht bukur të luaj me Orkestrën e Harqeve në Universitetin e Tiranës. Me të rinj kaq të talentuar, me kaq shumë energji dhe sigurisht është kënaqësi të bësh art dhe muzikë. Ne do të interpretojmë një koncert të dyfisht në violin dhe oboe. Është një koncert shumë i njohur për të dy instrumentet dhe jashtëzakonisht i bukur. Programi i mbrëmjes përfshin vepra nga emrat të mëdhenj të muzikës klasike si Vivaldi, Paganini, Sibelius, Bartok e të tjerë, duke premtuar një udhëtim të pasur artistik për publikun. Unë do los me bashkëshorten koncertin e Baut për violin dhe oboe në re minor, duke parë dhe studentët në prova si të angazhuar janë dhe unë më lind me gjithë kënaqësi ta mbështes dhe me eksperiencën time që unë kam krijuar këto dekada në skenat aty ku unë jetoj për momentin në Gjermani. Një mbrëmje ku talenti i ri dhe përvoja ndërthuren në të njëjtën skenë, duke sjellë jo vetëm muzikë cilësore, por edhe histori që prekin përtej tingujve. Një koncert që pritet të mbetet gjatë në kujtesën e publikut.